Në intervistën e fundit që shpati kishte në Kosovë, në pyetjen që ju bë, cili është ai takimi që e prisni me shumë mall, qoftë nga njerëzit që jetojnë ose nga dikush që nuk është më në mesin ton, përgjigjja e tij ishte takime me babin dhe një kafe me të. Ju duket kjo si një thirrje? Ne kemi bërë shumë analizat e intervistave, megjithëse nuk I kemi pa të gjitha, s'kemi pas asko se një migran në ditë kemi pas, që kanë pa të tjerët në Facebook, në rrjetet sociale, ne s'kemi arrit fare t'i hapim. Po ky fundit me labin ishte një signal. Dhe ajo përshëndetja e fundit, më falni të gjithë. Duke kërkuar falje të gjithë. Nuk e di se a ishte I pregaditur, a kishte ai signal, a çka kishte, unë nuk e di, kush ja dha këtë forcë që ai ti falenderoj çdo kujt, pavarësisht me merita dhe pa merita, dhe përfundimi aty, e qeshur e aty, se do ta përqafon babën e vet, të bën të kuptosh se një botë tjetër ekziston. Ekziston e cila ka një paralajmërim që don ta shofish e shofish, don nuk e shofish.